për ngjarjen, sigurisht që komenti parë është, më kujtohet Ernest Hemingway që thonte vdekja e njeriut na pakson të gjithëve. Pra nuk ka rëndësi se kush vdes, rëndësishme sidomos në një vend si Shqipëria që kemi popullsi shumë të vogël. Jemi realist, mu më duket si bilanc lufte, të vritën 2 njerëz në ditë. Gjejmë vazhdimisht vrasje etj. Ajo që më shqetëson më shumë është që është një popull i armatosur. Janë njerëz cilët lëvizin me armë. Si ka mundësi që të shkosh të pish kafe dhe të kesh armë me vete. Dakor, mund të kesh armë për me shku në luftë, po jo për me shku me pi kafe. Unë mendoj që në gjithë Europën perëndimore njerëzit kur shkojnë kafe, shkojnë për të relaksuar, apo jo për të shiu disa momente. Ndërkohë, 2 persona që të 2 me armë me vete. Unë nuk e di backgroundin e personave në fjalë, do të duhet që policia na e zbardha, kanë qenë njerëz me konflikte, problematik, me precedente etj. Por mosha atyre nuk më tregon diçka të tillë. Do të thotë janë vrarë 2 çuna të rinë në lulen e rinis për një debat verbal, pse s'nez ekspresin e kafes, unë mendoj që është një vrasje jo vetëm për motive dobta, por për motive ordinere, domethënë. Është e paimagjinueshme që të mendosh që në botë mund vriten njerëzit për diçka të tillë. Pra duket sikur ka zënë vend ajo mbjellja e konfliktit që na ka bë ato shtete që nuk na duan, që shqiptarët vriten për i vi ujë, shqiptarët vriten për i gardh, shqiptarët më shumë ka vllavrasje në Shqipëri. Edhe këtu janë njerëz që besoj janë nga i njëjti vend, pra nga Manza. Pa diskutim që është shqetësuese ajo që thoni ju në raport me komisariatin e policisë, ta nuk kanë frikë. Pra këta ekzistojnë në vetgjyqësi, nuk për çfarë na duhet shteti është pyetja kryesore. Pra nuk kanë besim te shteti dhe i zgjidhin punët me armë. Ky është një lajm shumë i rëndë për hir të vërtetë. Përgjegjësia institucionale mbetet zero, nuk pam asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse. Po, shiko, unë doja me e prek, po pa diskutim këtu është vjedha në atë kurthin e politizimit gjësë, ndërkohë që në vendet me standarte europiane ka dërheqje, mund të shkrije i fare zinxhiri komandues për shembull i stacionit policisë Manës. Nuk e di çka komisariati është, mund të kem shumë respekt për ata policë, nuk e kam iden fare, por fakti që vriten njerëzit në një lokal, domethënë me këtë lloj lehtësie, shiko, nuk është problemi që ata policët kanë faj për vrasjen, sepse këtu është diskutimi më i madh që ndodh në Shqipëri. Në Turqi, kur ndodhi aksident me trenat, dha dërheqen ministri i transportit. Po pse faji ministrit ishte, kjo është pyetja infantile që bëhet. Jo, po e jep për arsye etike. Ky ishte fati këtij ministri, të ndodhi ty do ta japësh ti dërheqjen për me vendos standard që njerëzit që do vinë pastaj të jenë më të përgjegjshëm. Të mora Turqin që nuk ka një vend me standard lartë demokratik. E njëjta gjë ndodhi në Greqi. Dha dërheqjen ministri kur ndodhi aksidenti i madh. Për çfarë arsye? Sepse njerëz përgjegjshëm atje thanë juve do duhet investonit më shumë të hekurudhat, mos ta lini të hekurudhën këtë gjendje që të prodhoj këtë gjë. Atëherë, kjo analogji dhe policia në Manës duhet investonte më shumë me kamerat, me kontrollet apo jo, për me pa njerëzit ta mbajnë armë me vetë apo jo. Stanik janë cili është rregulli? Janë 3 njerëz, 2 janë të armatosur. Tu ka i problem, apo jo? Në 100 njerëz ose në 1000 njerëz tjetë një armatosur, nuk është se ka një përgjegjësi të madhe policia, më kuptoni drejt. Po 3 njerëz në një lokal me 2 armë, më vjen keq, tu ka përgjegjësi. Kjo është